Përshëndetje dhe mirë se u rikthyehet në një tjetër video të kanalit tim. Ju qeni të rinj, mirë se erdhët. Unë qem Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Dhe siç e keni parë nga titulli, sot do të bëjmë dyllin e famshëm të depilimit në kushte shtëpie me vetëm 3 përbërës që janë sheqeri, kryesori, uji edhe lëngu i limonit. E kam bërë edhe një herë më përpara këtë video dhe e keni parë shumë. Kam parë që e kanë parë shumë, domethënë. Kështu që vendosa ta rikrijoj edhe një herë, edhe t'ja u tregoj edhe një herë se si bëhet dylli i depilimit. Unë në fakt e bëj rrallë këtë gjë, nuk e bëj shumë shpesh sepse kam më kollaj makinën shkullse. Po për qimet e krahëve përdor dyllin e depilimit. Atëherë, në një tenxhere të vogël, si kjo që kam unë, nuk e kam shumë të madhe, do hedhim 2 gota sheqer. Do të shtojmë gjysmë gote lëng limoni dhe gjysmë gote ujë të filtruar ose ujë të blerë. Unë kam ujë të filtruar, kështu që e shtova nga filtri. Dhe do i trazojmë këto deri sa të fillojë edhe të bëhet pak e homogenizuar substanca. Do me thënë të tretet pak a shumë sheqeri në ujë dhe limon. Kjo pa u vendosur akoma në zjarr, do me thënë pa i hapur akoma zjarrin. Tani do ndezim zjarrin. Jo maksimum, do e vendosim tek mesatarja, zjarr mesatar, jo shumë i nxehtë. Unë e kam vendosur te 6 për shembull, medium to high. Dhe do e trazojmë përbërjen derisa të fillojë të nxjerrë flluska. Siç po e shikoni, tani ka filluar të vlojë. Do ta lejmë të vlojë edhe pak. Do e ulim shpejtësinë e zjarrit. Do të thënë unë e kisha 6, do ta vendos 5 ose 4, sepse nuk duam që të vlojë shumë. E ula në 4. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe do e trazoj deri në momentin që të fillojë dhe të marrë një ngjyrë mjalti ose si karamel. Po ta shikoni tani, është bërë transparente ngjyra dhe avash avash do filloj dhe të ndryshoj, do rësohet pak më tepër. Kështu që do jemi gjatë gjithë kohës duke e trazuar, nuk do e le asnjë moment të qetë. Dhe në momentin që do e heqim, lugën direkt duhet ta futim në ujë të nxehtë që të pastrohet, se i ngelet sheqeri. Dhe ja ku jemi, kemi arritur ngjyrën dhe konsistencën e duhur. Siç e shikoni ka marrë një ngjyrë pak si të kuqëremt. Dhe do ta heqim nga zjarri, unë e kam fikur. Do ta lejmë për 30 deri në 40 minuta dhe pastaj do ta hedhim në një enë qelçi. Dhe do ta përdorim pas 24 orësh. Në qoftë se konsistenca juaj është shumë e hollë, atëherë duhet ta vini në zjarr dhe të vlojë akoma, të ziejë akoma më shumë që të marrë ngjyrën e duhur. Dhe në qoftë se konsistenca është shumë e trashë dhe e fortë apo shumë e errët si ngjyrë, duhet ta vini në zjarr, t'i hitni dhe pak më tepër ujë derisa të arrihet kjo ngjyra që kemi këtu bashkë. Tani e lëm për 40 minuta. Kanë kaluar 40 minuta dhe erdhi momenti që përbërjen tani ta hedh tek tasi i qelçit. Tani, tenxherën me njëherë do e vendos në ujë të nxehtë, edhe lugën gjithashtu, kurse konsistencën do e mbyll me kapak dhe do e lë për 24 orë në një vend pa ndriçim dhe të jetë pak i freskët. Voilà. Shihemi pas 24 orësh. The next day. So, kanë kaluar 24 orë edhe erdhi momenti që të përdorim dyllin. Të them të drejtën, kam edhe unë emocione se ka kaluar shumë kohë pa e përdorur. Edhe është problem, mund edhe të kem haruar se si përdoret. Tani, do t'ju them pak
Si fillim, për të arritur konsistencën e duhur edhe për të arritur për ta bërë dyllin që duhet tamam, duhet shumë prova, duhet shumë punë, duhet shumë dështime. Do të thënë, po e pëlqen në fillim fare më mirë akoma, po unë për veten time kam parë video shumë në YouTube, kam dështuar shumë herë, e kam bërë disa herë edhe arrita që e bëra, domethënë. Tani, normalisht kjo është më mirë që të bëhet të punohet me dorë, po duke qenë se unë nuk jam eksperte dylli sheqeri për depilim. Unë e bëj me këto letrat, stripes, si quhen këto, strisha. Si quhen me? Nejse, shëncika. Me këto letrat e tilla, shikoni? Në qoftë se keni mundësi, mund të merrni nga ato shkopinjt që janë kështu të shesht, ploçak, që përdoren për depilim, por unë duke qenë se nuk doja të harxoja lek, se pse duhet të harxoj lek? Mora një bisht piruni. Këto në fakt harxova lek, unë jam nga Korça dhe jam që kursimtare. Harxova lek sepse mendoja që nuk kisha dhe i kisha hedhur, ku në fakt e kam kaq tufën plot. Nejse, shëncika. Tani, pa më për shumë kohë do fillojmë të heqim qimet e krave. Tani, çështja me dyllin e sheqerit është që vendoset në krah të kundërt të qimeve, ashtu aplikohet, dhe hiqet në drejtimin e qimeve. Nuk është si dylli normal. Kështu që unë i kam qimet të drejtuara në këtë lloj mënyre, dyllin do e vendos në këtë lloj mënyre. E shikoni? Tani, do marr pletën, do e vendos mirë dhe pa frikë, voilà. Do kallajiseni pak, do bëheni ç'ju them. Shikojeni pak pjesën këtu që u pastrua fare. E vendosim prap këtë fletën. Dhe pa frikë, hap! Ikën qimet. E shikoni ndryshimin? Yeah! Dhe në këtë lloj mënyre do vazhdojmë me gjithë pjesën tjetër të krahut. Do hedhim edhe pudër bebe që unë harova t'ja u thoja, sepse kjo bën largimin e djersës apo të lagështirës që ka trupi juaj. E vendosim në drejtimin e kundërt të qimes dhe do ta heqim në drejtimin e qimes. Mos harroni që ky është sheqer, kështu që hiqet shumë kollaj se shkrihet me ujë.
Dhe ky pra të dashur 3 gëzat e mia ishte dylli I sheqerit. Unë mbarova me krahun e majt, e kam të pastër, si që shikoni më skuqur pak normalisht se shkollën qimet. Plus që unë këtë video po e filmoj në ditën time të 2 periodave që dhimbja është pak më e amplifikuar se sa normalisht, po që nuk ka problem, për ju më bëjt çdo gjë, okay? Tani, pas kamerës, do heq edhe krahun e djathtë, sepse ky është pak më I vështirë duke qenë se do I punoj me dorën e majt, por ju e kuptuat iden. Mos harroni të përdorni pudër bebesh, ose në qoftë se nuk keni pudër bebesh, është e mirë të përdorni edhe niseshte, çuditërisht, por e bën punën, sepse kjo duhet të heq gjithë lagështirën e lëkurës siç thash, në mënyrë që dylli të veprojë sa më lehtë. Për të pastruar pastaj, direkt do e shplani me ujë të vakët edhe nuk ka asnjë lloj problemi, duke qenë se kjo është me përbërës natyral, sheqer, ujë dhe limon, edhe nuk ka problem për jo kimikate, më the të thash. Gjithashtu nuk ju krijon edhe alergjira, të paktën mua jo. Shpresoj që t'ju kem ndihmuar sadopak, sidomos në këto ditë të verës, edhe t'ja keni kaluar sa më bukur verën, pushimet, kush ka qenë në shkollë, edhe pushimet kush është në punë. Kjo ishte videoja që doja t'ju tregoja për sot. Mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju po dhe ju përqafoj të gjithave. Bye!